Shenjat e mëdha para ditës së gjykimit. Të gjitha lavdërimet i takojnë vetëm Allahut. Atë e lavdërojmë, atë synojmë edhe prej tij falje kërkojmë. Tek Allahu kërkojmë strehim prej të këqijave të vetes dhe veprave tona të liga. Atë që e udhëzon Allahu nuk mund të jetë i gabuar. Paqja dhe bekimet qofshin mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, të dërguarin e fundit, mbi familjen dhe shokët e tij fisnik. Amin. Besimi në ditën e gjykimit është një nga bazat edhe shtyllat e besimit islam. Ajo është dita kur të gjithë marrin shpërblimin dhe dënimin për punët dhe secili do të shkojë në parajs ose në ferr sipas veprave që ka bërë. Kjo është arsyeja pse çdo profet paralajmëroi popullin e tij për ditën e gjykimit. Sa për një uri se kur ndodh kiameti, fundi i botës, atë nuk e di asnjë ëngjëll apo profet. Askush nuk e di se kur është ora përfundimtare përveç Allahut. Thot Allahu i Madhërisëm, njerëzit të pyesin për kiametin, katastrofën, e ti thuaj, për atë di vetëm Allahu, e ku mund ta dish ti, ai ndoshta është afër. Ahzab 63. Megjithatë do të ndodhin disa ngjarje para ardhjes së orës së fundit. Këto ngjarje janë të njohura si shenjat e kiametit. Të gjithë profetët informuan njerëzit e tyre për shenjat e orës së fundit. Profeti ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, profeti i fundit edhe vula e profetëve, e dinte se dita e kiametit ka për të ardhur mbi këtë popull. Prandaj, ai shpjegonte në mënyrë të qartë dhe me detaje të konsiderueshme shenjat e orës së fundit, deri në atë mas, saqë nga një herë ai, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, do t'i fliste shoqëruesve të tij tërë ditën për këtë temë. Ebu Zeidi radiallahu anhu ka thënë: profeti i nderuar sallallahu alaihi wasallam ul në minber pas namazit të sabahut dhe filloi të predikonte gjatë derisa erdhi koha për namazin e drekës. Pasi fali namazin e drekës, ai sallallahu alaihi wasallam përsëri ul në minber dhe vazhdoi predikimin, i cili zgjati deri në namazin e ikindis. Pas namazit e ikindis, ai sallallahu alaihi wasallam vazhdoi predikimin aq gjatë derisa perëndoi dielli. I dërguari sallallahu alaihi wasallam na i tregoi me detaje çfarë ka ndodhur në të kaluarën dhe në lidhje me çdo gjë që do të ndodhë në të ardhmen. Kush kishte kujtesë të mirë mes nesh, mbajtën mend shumë gjëra. Muslimi. Shenjat e çastit të fundit, shenjat e vogla. Shenjat e vogla janë ngjarje të natyrës normale të predikuara nga profeti ynë Muhammed sallallahu alaihi wasallam, të cilat ndodhin para kiametit. Ndërto kemi konsumimin e alkoolit, humbjen e diturisë dhe mbizotrimin e ignorancës dhe imoralitetit, pra shenja të kësaj natyre. Shumica e shenjave të vogla janë shfaqur, ndërsa disa do të ndodhin dhe disa do të shfaqen me shenja të mëdha. Shenjat e mëdha. Shenjat e mëdha janë ngjarje të natyrës së jashtëzakonshme të predikuara nga profeti sallallahu alaihi wasallam që do të ndodhin para kiametit. Do të ndodhin të gjitha ngjarjet e përmendura në hadithin vijues të transmetuar nga Udhejfe ibn Useidi, i cili tregon se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ora e fundit nuk do të arrijë derisa ju t'i keni parë 10 shenja. Pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam përmendi tymin, dexhallin, kafshën, lindja e diellit nga perëndimi, zbritja e Isait alayhi salam, dalja e Yexhuj me xhuxhve, 3 rrëshitjet e dheut, një në lindje, një në perëndim dhe një në gadishullin arabik. Pastaj një zjarr do të përhapet nga Jemeni dhe do t'i shtyjë njerëzit për në vendin e tyre të tubimit. Muslimi. Mehdiu. Ardhja e Imam Mehdiut është një nga shenjat e ditës së gjykimit sipas besimit të ehli sunetit, dhe ai ka për të dalë para kiametit. Abdullah bin Mesudi, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka transmetuar se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: bota nuk do të shkatërrohet para se arabët të jenë të sunduar
nga një njeri duke ju referuar Mehdiut, prej familjes sime, emri të cilit do t'jetë i njëjtë si imi, Ebu Dauti. Megjithatë shumë njerëz në të kaluarën gënjyen duke pohuar se janë Imam Mehdiu. Njëri prej këtyre pretenduesve të rrem ishte Muht bin Tumar, një tiran që përhapi korrupsion dhe që varrosi edhe disa prej shokëve të tij, sepse ata nuk besonin se ai ishte Mehdiu, siç ishte përshkruar nga hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam. Disa besojnë se ai ishte Muht bin el Askari, që ishte zhdukur në moshën 5 vjeçare dhe ka qenë i fshehur për 10 shekuj. Mirza Gulam Ahmadi, i mallkuari, ishte gjithashtu një nga ata i cili pretendonte të jetë Mehdiu, ashtu si shumë të tjerë. Përveç atyre që u përmendën, ishin shumë të tjerë, të cilët pretendonin titullin e Mehdiut. Një më i fundit ka qenë nga Manchesteri, Anglia, i cili pretendonte pozitën e tij për veten e tij. Duhet të theksohet se asnjë nga këta të lartë përmendur apo kushdo tjetër që pretendonte të jetë Mehdiu në të kaluarën, nuk i ka përmbushur kushtet e parashtruara nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Shenjat që do t'i paraprinjë atij. Një shenjë e përgjithshme, ka shumë shenja që do t'a paraprinjë atë. Një shenjë e përgjithshme dhe shumë e rëndësishme është se ai do të vinë në një kohë kur ka konfuzion të madh, kontestime intensive dhe vdekje të dhunshme, kur njerëzit janë të prekur nga turbullirat edhe frika. Sprova do të rëndojnë mbi njerëzit aq shumë sa njeriu nuk do të gjejë stre për t'u strehuar nga depresioni. Do të ketë shumë betejë dhe përçarje para paraqitjes së tij. Sa herë që një përçarjeje i ka ardhur fundi, një tjetër do të fillojë. Ato përhapen dhe intensifikohen. Njerëzit do të jenë të shqetësuar në mas të atill, saqë do të donin të ishin të vdekur. Pas këtyre ndodhive, është koha kur do të dërgohet Imam Mehdiu. Ebu Said el-Kudri ka transmetuar se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ai do të dërgohet në një kohë mosmarrveshjesh intensive, dallimesh mes njerëzve dhe tërmeteve. Ahmedi. Shënim. Deklarata me hadithin për eklipsin e dyfisht në muajin Ramazan e cituar nga Darekutni nuk është verifikuar. Vërtet, autenticiteti i këtij hadithi është i diskutueshëm. Kjo deklaratë e tij nuk mund të konsiderohet si hadith autentik. Beteja në Mina. Para se të dalë Imam Mehdiu, do të zhvillohet një luftë ndërfisnore. Në të njëjtin vit do të plaçkiten haxhinjt, po ashtu në Mina do të shpërthejë një betejë në të cilën do të vriten shumë njerëz. Amr bin Shuaibi tregon nga gjyshi i tij se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: në Dhulkade, muajin islam, fiset do të luftojnë, haxhinjt do të plaçkiten dhe do të ketë një betejë në Mina, në të cilën do të vriten shumë njerëz, dhe gjaku do të rrihet derisa ai shkon mbi Xhamaratul Akba. Shokët e tij, duke ju referuar Imam Mehdiut, do të ikin në një pikë midis qoshes dhe makamit, por ata do ta njohin dhe ai do të jetë i detyruar të pranojë betimin për besnikërinë prej këtyre njerëzve. Al-Fitam Nuaim bin Hamad. Lumi e Ufrat do të zbulojë një mal me ar. Çasti përfundimtar nuk do të vijë përderisa lumi e Ufrat, i cili rrjedh nëpër Siri, Irak edhe në fund derdhet në gjirin persik, do të zbulojë një mal prej ari, për të cilën do të luftojnë dhe do të vdesin njerëzit. Kjo duhet të theksohet se kjo është një shenjë, e cila do t'i paraprijë Imam Mehdiut, duke ju referuar disa dietarëve. Ebu Hurejre radiallahu anhu transmeton se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: nuk do të ndodh kiameti derisa Eufrati do të zbulojë një mal me ar, për të cilin njerëzit do të luftojnë. 99 nga 100 do të vriten, kur çdo njeri prej tyre do të thotë: ndoshta mua më jepet shansi, mundësia, që do të jem unë ai që ka sukses. Muslimi.
Në një transmetim tjetër ne kemi thënë se kushdo që është i pranishëm në kohën kur Eufrati zbulon një mal me ar, nuk duhet ta marrë këtë ar. Shfaqja e Sufjanit. Sufjani, një pasardhës i Ebu Sufjanit, nga thellësitë e Damaskut, do dalë kundërshtar ndaj Imam Mehdiut. Sipas një transmetimi të dobët, emri i tij do të jetë Urwa bin Muhammed dhe pseudonimi i tij do të jetë Ebu Udba. Hadithet në lidhje me Sufjanin specifikojnë se ai është një tiran i cili do të përhap korrupsion dhe do të bëjë çrregullime në tokë para se të paraqitet Imam Mehdiu. Ai do të jetë një tiran i tillë që do të vras fëmijë dhe do të shyej barqet e grave. Kur ky dëgjon në lidhje me Mehdiun, do dërgoj një ushtri që ta kape dhe ta vrasin atë. Megjithatë, toka do ta gëlltis këtë ushtri para se kjo ushtri ta arrijë Imam Mehdiun. Ebu Hurejra, radiallahu anhu, ka transmetuar se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: një njeri do të dalë nga thellësia e Damaskut, edhe do të quhet Sufjan. Shumica e atyre që e pasojnë atë do të jenë nga fisi Kalb. Ai do të vrasë duke shyer barqet e grave dhe madje do të vrasë edhe fëmijë. Një burr nga familja ime do të shfaqet në haram. Lajmi i ardhjes së tij do të arrijë tek Sufjani, i cili do të dërgojë një prej ushtrive të tij. Ai, duke ju referuar Imam Mehdiut, ka për t'i mposhtur ata. Pastaj ata do të udhtojnë me çdo që mbetet prej tyre, derisa ata të vinë në një shkret të tir, nga ku ata do të gëlltiten nga toka. Asnjë prej tyre nuk do të shpëtojë, përveç atij që i kishte informuar të tjerët rreth tyre. Mustadrak. Shfaqja e Arith al-Harath dhe Mansurit. Aliu radiallahu anhu transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: do të jetë një burr nga Transoksania, hapësirës së sotme që kap Uzbekistanin, Taxhikistanin, Kirgistanin jugor dhe Kazakistanin jugperëndimor, i cili do të quhet Harith, dhe një njeri i quajtur Mansur, i cili do të jetë në pararojë të tij. Ai do t'i jap strehim familjes së Muhamedit, duke ju referuar Imam Mehdiut, ashtu si Kurejshët i dhanë vendbanim profetit sallallahu alaihi wasallam. Mishkat. Një ushtri do të vdes në Baida. Pasi shfaqet një ushtri që ka ardhur për të luftuar atë, kjo ushtri do të vdes në Baida, një pjesë e rrafshët e tokës afër Medinës në drejtim të Mekës. Ummu Seleme radiallahu anha transmeton se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: do të ketë kundërshtime dhe mosmarrëveshje intensive me rastin e vdekjes së një kalifi. Pastaj një njeri nga banorët e Medinës, duke ju referuar Imam Mehdiut, do dalet të ikë në Mekë, nga që ai nuk dëshiron të merret në konsiderat për t'u bërë kalif. Disa nga Mekasit do të vinë tek ai, do ta njohin dhe do ta demaskojnë atë, edhe përkundër dëshirës së tij. Ata pastaj do ta detyrojnë atë që të pranojë bejat, beslidhjen, me ta mes gurit të Zije dhe vendit të Ibrahimit alayhis salam. E pastaj një ushtri do të dërgohet nga Siria për ta luftuar atë. Megjithatë, kjo ushtri do të asgjësohet në Baida, vend mes Mekës dhe Medinës. Kur njerëzit të shohin dhe të dëgjojnë në lidhje me këtë ngjarje, evlijat, njerëzit e devotshëm nga Siria dhe Iraku do të vinë t'i japin besën atij. Ebu Daudi, një yll me bisht të shëndritshëm, do të ngrihet nga lindja para shfaqjes së tij. Një zë në muajin e Ramazanit do të zgjojë nga gjumi dhe do të alarmojë ato që janë zgjuar. Shfaqja e Al-Ahraj el-Kindit, Apka dhe Ashabi para Imam Mehdiut. Toka do të fundos një fshat afër Damaskut. Një ushtri me flamuj të zi do të vinë nga lindja. Ka shumë shenja të tjera, të cilat do t'i paraprinjë Imam Mehdiut. Për më shumë informacion, lexoni librat përkatës. Shenjat e Imam Mehdiut. 1. Do t'jetë nga pasardhësit e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe nga pasardhësit e Fatimes radiallahu anha. Ummu Seleme
radiallahu anha transmeton se ka dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thënë: Mehdiu do të shfaqet nga pasardhësit e mi prej pasardhësve të Fatimes. Ebu Dauti. 2. Emri i tij do të jetë Muhammed ose Ahmed, dhe emri i babait të tij do të jetë Abdullah. Transmeton se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Nëse nuk mbetet në botë përpos një ditë, Allahu i fuqishëm do ta zgjas atë ditë në masë të madhe, derisa ai do dërgoj atje një njeri nga unë apo nga antarët e shtëpisë sime. Emri i tij do të jetë i ngjashëm me emrin tim, si dhe emri i babait të tij me emrin e babait tim. Ebu Dauti. 3. Ballin do ta ketë me shkëlqime dhe hundën të lartë si urë. Ebu Saidi ka transmetuar se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Mehdiu do të shfaqet prej meje me ballin e ndritshëm dhe me hundë të gjatë. Ebu Dauti. 4. Pasi Aliu radiallahu anhu është pyetur në lidhje me përshkrimin e tij, ai u përgjigj: Ai është një djalosh i ndërtuar mirë, me lartësi mesatare dhe me një fytyrë të bukur. Flokët e tij arrin supet e tij dhe drita e fytyrës së tij është në kontrast me errësirën e flokëve dhe mjekrën e tij. Al-Isha. 5. Do të jetë i ngadalshëm kur flet, belbëzon lehtë, dhe kur i vonohen fjalët, ai do të godas kofshën e tij të majt me dorën e tij të djathtë. El-Isha. 6. Do të shfaqet nga lindja. Theubani radiallahu anhu ka transmetuar se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: 3 njerëz do të vriten në vendin ku është thesari juaj. Secili prej tyre do të jetë biri një kalifi, por asnjëri prej tyre nuk do të arrijë ta marrë thesarin. Pastaj armata me flamujt e zinj do të vinë nga lindja dhe ata do t'ju masakrojnë në një mënyrë që nuk është parë kurrë më parë. Nëse dëgjoni për shfaqjen e tij, vraponi t'i jepni atij besën tuaj. Dhe nëse ju duhet të zvarriteni mbi akull, sepse ai është kalifi i Allahut, Mehdiu. Ibni Majah. Mehdiu i vërtet, ai i përmendur në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam si një nga shenjat e kiametit, është ai tek i cili janë gjetur shenjat e lartë përmendura. Shfaqja e tij dhe besa e popullit. Pas vdekjes së një kalifi do të ketë mosmarrëveshje intensive dhe kundërshtime për përzgjedhjen se cili duhet të jetë kalifi i arshëm. Nga frika se ai mund të përzgjedhet dhe të emërohet për të bërë kalif në këtë mosmarrëveshje, Imam Mehdiu do t'ik nga Medina për në Mekë. Mirë po për habin e tij, kur ai arrin në Mekë, disa mekas do ta njohin dhe e demaskojnë kundër vullnetit të tij, edhe me tu përhapur lajmi për të në Qabe. 313 besimtar, siç është përmendur në hadithin e transmetuar nga Imam Hakimi në El Mustadrak, do ta detyrojnë atë që të pranoj besën e tyre mes ruknit, cep në Qabe që përmban gurin e zi, dhe vendit të Ibrahimit alayhis salam. Lajmi i beslidhjes së tij do të përhapet shpejt, edhe kështu një ushtri nga Siria do të dërgohet për ta luftuar atë. Megjithatë, asnjë e keqe nuk do të vijë deri tek Imam Mehdiu dhe pasuesit e tij, sepse do të mbështeten nga Allahu. Toka do ta gëlltis këtë ushtri para se ajo të mbërri afër imamit, në një vend të quajtur Baida, një copë shesh toke mes Mekës edhe Medines. Pasi të kenë parë dhe dëgjuar në lidhje me këtë ngjarje dhe shenjë të jashtëzakonshme, evlijat, besimtarët e devotshëm të Sirisë dhe Irakut, do të vinë tek Imam Mehdiu edhe betohen për besnikëri ndaj tij, mes gurit të zi dhe Mekamit, vendi i Ibrahimit. Përmbajtja më sipër mund të gjendet në hadithin e Selemes, Ebu Dautit. Beteja e parë. Beteja e parë e tij do të jetë kundër fisit Kalb. Në një periudhë të shkurtër, pasi besimtarët e shuar të Sirisë dhe Irakut të jenë betuar për besnikëri, një njeri nga Kureshët do të bëj kryengritje, daja i të cilit i përket fisit Kalb. Ai do të dërgojë një ushtri për të luftuar Imam Mehdiun. Megjithatë, kjo ushtri do të tejkalohet edhe do të mundet. Kjo do të jetë fitoria e tij e parë. Lufta e madhe. Autori i El Isha
ka përmendur se kjo betejë do të zhvillohet në kohën e Imam Mediut. Imam Mediu ka për të luftuar në betejë të shumta. Më e rëndësishmja dhe vështira do të jetë betejë kundër të krishterëve, në të cilat do të martirizohen një numër i madh muslimanësh. Usair bin Xhabiri ka thënë: një stuhi rëre e kuqe shpërtheu në qytetin e Kufes. Më pas vjen një njeri duke bërtitur dhe duke përsëritur të njëjtat fjalë. O Abdullah bin Mesud, ka ardhur ora. Ai Usairi ul pasi ai ishte përkulur në anën e tij dhe i tha: nuk do të vi kiameti, derisa të mos ndahet asnjë trashëgimi dhe pasuria e plaçkës së luftës të mos sjellë kënaqësi. Ai drejtoi duart e tij drejt Shamit duke thënë: një armik do të mbledh forcat e veta kundër pasuesve të Islamit. Unë i thash: a do thot Ar-Rum? Ai tha: po. Pastaj gjatë kësaj lufte do të ndodhin luftime të ashpra. Muslimanët do thirren për një ekspeditë vullnetare që do t'i sfidojë ata të vdesin ose të kthehen fitimtar. Ata do të luftojnë derisa nata t'i ndajë ata. Të dyja palët do të kthehen në kampet e tyre ende pa fitimtar dhe pastaj kjo ekspeditë do të asgjësohet. Atëherë muslimanët do të kërkohen në ditën e tretë për ekspeditën vullnetare, në të cilën do të luftojnë për të vdekur ose për t'u kthyer fitimtar. Ata do të luftojnë deri natën e cila i ndan ata. Të dyja palët do të kthehen në kampet e tyre ende pa fitimtar dhe ekspedita do të humbas, ndërsa ditën e katërt, pjesa tjetër e forcave muslimane do të kthehet kundër atyre, jo besimtarve, dhe Allahu do t'i mposhtë ata, jo besimtarët. Ata do të pësojnë shumë të vrarë që nuk është dëgjuar kurrë më parë. Apo tha, kur më parë nuk ka pasur më shumë viktima. Madje edhe zogj fluturues nuk do të kalojnë pranë tyre pa rënë poshtë të vdekur. Më pas bijtë e muslimanëve të cilët ishin afërsisht 100 do të shkojnë të numërojnë të mbijetuarit, edhe do të gjejnë vetëm një të mbijetuar prej tyre. Prandaj, për këtë arsye, fitimi i luftës edhe plaçka e saj nuk do të sjellë kënaqësi me ndarjen e saj. Ndërsa ata po mbledhin plaçkën e luftës, do të dëgjojnë se një fatkeqësi edhe më e madhe i ka kapluar. Një njeri nga mesi i tyre do të bërtasë dhe gjalli është shfaqur tek familjet e tyre që lanë pas. Ata do të hedhin atë që kanë në duart e tyre dhe do të kthehen me nxitim tek familjet e tyre. Ata do të dërgojnë 10 kalorës si një forcë ekspedite. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: unë i di emrat e tyre dhe emrat e etërve të tyre, si dhe ngjyrat e kuajve të tyre. Ata do t'jenë kalorësit më të mirë mbi sipërfaqen e tokës, ose ka thënë, ata do t'jenë në mesin e kalorësve më të mirë në sipërfaqen e tokës. Muslimi. Shkaku i kësaj betejë të madhe do t'jenë të krishterët. Të krishterët edhe muslimanët si aleat do të luftojnë një armik të tretë. Megjithatë, të krishterët do të veprojnë me pabesi, sepse ata do të pretendojnë se kanë fituar me forcën e fesë së tyre. Kështu muslimanët do t'i kapin armët dhe do t'i luftojnë ata. Dhu Makhabar ka thënë: unë kam dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thënë: ju do të bëni një traktat paqeje me bizantinët. Atëherë ju do të luftoni një armik për jush dhe do të jeni fitimtar. Do t'i merrni plaçkat e luftës. Do të ktheheni dhe do të uleni në një livadh me skodrinash dhe një prej të krishterëve do të ngrej kryqin dhe do të thotë: kryqi ka pushtuar. Njëri nga muslimanët do të zemrohet dhe do ta shkatërrojë atë. Këtu bizantinët do të veprojnë me pabesi dhe do të përgatiten për betejë. Pushtimi i Konstantinopolis, Stambollit. Lufta e madhe midis të krishterëve dhe muslimanëve do të rezultojë në favor të muslimanëve, të cilët do ta pushtojnë Konstantinopolin pa luftë, vetëm nga forca absolute e tekbirit. Allahu Ekber. Ebu Hurejra njofton se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: a keni dëgjuar për një qytet i cili ndodhet në një pjesë të detit? Po, thanë ata. Ai tha: nuk do të ndodh çasti i fundit derisa 70.000 nga bijtë e Isakut ta sulmojnë atë. Kur muslimanët vinë në të, ata nuk do të luftojnë me armë, as nuk do të hedhin shigjeta. Ata vetëm do të thonë: nuk ka zot tjetër përveç Allahut.
Allahu është më i madhi dhe pastaj njëra nga anët e fortesës do të bjerë poshtë. Ata do të shqiptojnë për herë të dytë, nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Allahu është më i madhi dhe pastaj një tjetër anë e saj do të bie poshtë. Pas kësaj, ata do të thonë për herë të tretë, nuk ka zot tjetër përveç Allahut, edhe Allahu është më i madhi, dhe pastaj ajo do të jetë e hapur për ta. Dhe ata do të hynë, edhe do të fitojnë prend. Ndërsa ata do të ndajnë plaçkën e luftës, një lajmtar do të vite tek ata me lajmin. Vërtet ka dalë Dexhalli. Pastaj ata do të lënë gjithçka, edhe do të kthehen. Muslimi. Duhet të theksohet se pushtimi do të marrë fund në një periudhë shumë të shkurtër. Abdullah bin Busr ka transmetuar se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: mes luftës së madhe dhe pushtimit të qytetit Konstantinopojës do të jenë 6 vjet dhe Dexhalli do të shfaqet në vitin e 7. Xhamia e Sagir Imam Suyuti. Bekimet në kohën e Imam Mediut. Përsëri Kurani dhe Sunneti do të qeverisin popullin, këtë herë nga kalifi që udhëheq me drejtësi, Imam Mediu. Islami do të udhëheqë dhe do të jetë i vendosur në mënyrë të drejtë në tokë. Shtypjet, tiranitë dhe errësira që mbizotronte në të gjithë globin do të zëvendësohen me drejtësi, paqe dhe barazi. Buzëqeshja e cila u harrua gjatë do të rikthehet në fytyrat e muslimanëve dhe banorët e qiellit dhe të tokës do të jenë të kënaqur me këtë. Të gjithë do të jenë të lumtur deri në atë pikë saqë edhe zojshtë dhe kafshët e egra do të ngazëllojnë në sundimin e tij. Qielli do të jap shi me bollëk, baktia do të jetë me bollëk. Toka do të bëhet pjellore dhe e gjelbruar, edhe në të do të mbijnë e do të rriten bimësi të bollshme frutash. Përmbajtja e mësipërme është marrë nga hadithe të ndryshme, të cilat mund të gjenden tek Ebu Daudi dhe nga hadithi transmetuar nga Ebu Said el-Kudri në Musnedin e Ahmedit. Për shkak të plaçkës së luftës të fituar nga shumë pushtime të ndryshme, do të ketë pasuria aq shumë saqë askujt nuk do t'i mbetet syri tek pasuria e dikujt tjetër. Thirrësit do të thërrasin në rrugë. A ka nevojë dikush për ndonjë gjë? Askush nuk do të përgjigjet me përjashtim të një personi. Në pjesën e fundit të hadithit të Ebu Said el-Kudrit është përmendur: një thirrës do të thërras, kush ka nevojë për pasuri? Vetëm një person do të përgjigjet, do të thotë se unë jam në nevojë për pasuri. Ati do t'i thuhet të shkojë tek thesari dhe t'i thotë arkëtarit se Mediu të urdhëron për të më dhënë pasuri. Urdhëro, merr sa të duash. Ai do të fillojë ta vërë atë në prerin e tij. Kur ai e kuptoi se askush tjetër nuk ka ardhur dhe se ai ishte i vetmi, ai do të pendohet edhe do të thotë: unë isha më lakmitari nga radhët e ummetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Transmetuesi thotë se ai do ta kthejë atë, por ajo nuk do të pranohet dhe atij do t'i thuhet që ne nuk e pranojmë atë që kemi dhënë. Ahmedi. Ebu Said el-Kudri ka transmetuar gjithashtu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë në lidhje me Mehdiun se njëri do të vijë tek ai edhe do të thotë: më jep mua. Pastaj ai do të hapë rrobën e tij për ta mbushur atë sa më shumë që ai mund të bardhë. Mbretërimi i tij si një kalif. Ka transmetime të ndryshme lidhur me sundimin e tij si kalif. Disa tradita tregojnë se mbretëria do të jetë 7 vjet si në hadithin e Ebu Selemes. Ai do të sundojë 7 vjet, pastaj vdes dhe muslimanët do të luten përmbi të. Ebu Daudi. Traditat e tjera tregojnë se mbretëria e tij do të zgjasë 7, 8 apo 9 vjet, si hadithi e Ebu Saidit në Mustadrak. Për shkak të traditave të ndryshme, periudha e mbretërimit të Imam Mediut është e diskutueshme. Shumë dietar kanë mendimin se 7 vjet do të jetë periudha e mbretërimit të tij, për shkak të faktit se hadithet të cilat tregojnë 7 vjet janë më autentike. Dietarët e tjerë si She Rafiuddin, pas një analize të kujdesshme, kanë arritur në përfundimin se 7 vjet më parë mbretëria e tij do të kalojë pa merak. Ai vitin e 8 do ta shpenzojë në përgatitjet për të luftuar Dexhallin dhe vitin e 9 do të jetë me profetin Isa alayhis salam. Pas kësaj ai do të vdes,
profeti Isa a.s. do të lexoj lutjen në funeralin e tij dhe do ta varros.